Studimet zbardhin karbohidratin që ushqen qelizat e kancerit. Qelizat e kancerit metabolizojnë glukozën më shpejt se qelizat normale, gjë që është e ngjashme dhe ndodh me fruktozën. Shumë studime kanë lidhur marrjen e fruktozës dhe sheqernave artificial me sëmundje të ndryshme përfshirë kancerin. Ulumtimet e reja tregojnë se si qelizat e kancerit ushqehen me fruktozë. Fruktoza është një sheqer natyral që gjendet në fruta, perime të caktuara dhe mjalt. Kur konsumohet nga një burim natyror si mollët ose hurmat, fruktoza nuk konsiderohet e dëmshme, por për shëndetin e një personi. Megjithatë, kur fruktoza konsumohet si pjesë e shurupit të misrit me fruktozë të lartë nëpërmjet ushqimeve ultra të përpunuara, si pijet e gazuara me sheqer apo produktet e pjekura, atëherë marrja e fruktozës mund të përbëjë një problem shëndetësor. Studimet e mëparshme kanë lidhur konsumimin e fruktozës ose shurupit të misrit me fruktozë të lartë me një rrezik në rritje të sëmundjes së Alzheimerit, diabetit të tipit 2, sëmundjes së ëmbëlsisë yndyrore, sëmundjeve të veshkave apo dhe kancerit. Një studim i ri nga Universiteti i St. Louis në Washington zbulon se fruktoza dietike mund të nxjisë rritjen e tumorit në melanoma, kancerin e gjirit dhe qafën e mitrës. Ne kemi konsumuar fruktozë përgjithmonë përmes frutave dhe perimeve, por ajo që ka ndryshuar në 4 deri 5 dekadat e fundit është se ne përdorim fruktozën si një ëmbëlsues artificial në ushqimet ultra të përpunuara. Si rezultat, shumë njerëz janë të ekspozuar ndaj një sasie më të lartë të niveleve të fruktozës se kur më parë, tha doktor Gary Patti, profesor i kimisë, gjenetikës dhe mjekësisë në Universitetin e Washingtonit dhe autor i studimit. Si lidhen qelizat e kancerit me fruktozën? Për këtë studim, studiuesit përdorën një model kafshësh të tumoreve të kancerit. Gjatë studimit, kafshët ushqyen me një dietë të pasur me fruktozë. Është vërtetuar mirë për më shumë se një shekull që qelizat e kancerit janë të varura nga glukoza. Qelizat kancerogjene metabolizojnë glukozën më shpejt se qelizat normale. Kjo ka aplikime praktike në diagnostikimin e kancerit. Pacientëve u injektohet një formë radioaktive glukozës në gjakun e tyre, duke përdorur skanimet PET, tomografi me emetim pozitron. Mund të shohim qartë qelizat e kancerit, të cilat ndriçojnë në skanime, pasi qelizat kancerogjene përdorin më shumë glukozë se sa qelizat e shëndetshme, shpjegoi doktor Patti. Siç shtoi ai, glukoza dhe fruktoza përbëhen nga të njëjtat atome. I vetmi ndryshim midis tyre është mënyra se si janë rregulluar atomet. Duke marrë parasysh aftësinë e qelizave kancerogjene për t'u lidhur me glukozën, mund të supozojmë se ato përdorin fruktozën në mënyrë të ngjashme, ka thënë autori i këtij studimi. Fruktoza shndrohet në yndyrna që ushqejnë qelizat e kancerit. Studiuesit zbuluan se ëmbëlsia konverton fruktozën në një lloj lipidi të quajtur lizofosfati dilkolin, LPC, i cili shoqërohet me inflacion. Kur qelizat e kancerit të ndahen, ato kanë nevojë për një sasi të madhe lipidesh. Më shumë LPC në qarkullimin e gjakut ndihmon qelizat e kancerit të shumohen, duke ndihmuar kështu rritjen e tumoreve. Kur konsumohet një sasi e tepërt ushqimi, trupi e kthen atë në yndyr, kështu ruan energjinë trupi. Nivelet e larta të fruktozës në dietë shkaktojnë një proces të ngjashëm. Fruktoza shndrohet në pararendës të yndyrnave në mulçi të quajtura lipide. Këto lipide më pas mund të ushqejnë tumorin, shpjegoi doktor Patti. Ajo që bën qelizat e kancerit të ndryshme nga qelizat e tjera në trup është aftësia e tyre për të ndarë me shpejtësi, gjë që lejon rritjen e tumoreve. Që një qelizë kanceroze të ndahet në dysh, duhet të krijojë një grup të ri përmbajtjesh qelizore. Kjo kërkon shumë lëndë ushqyese të cilat vijnë nga dieta. Prandaj, është logjike që dieta të ndikojë në procesin e rritjes së tumorit, ka thënë doktor Patti. Si ushqimi përpunuar rrit rrezikun e kancerit. Shkencëtarët kanë besuar prej kohësh se disa aditiv ushqimor si ëmbëlsuesit në ushqimet ultra të përpunuara rrisin rrezikun e zhvillimit të kancerit, por deri më tani mekanizmi nuk ishte i njohur. Ky është një nga studimet e pakta që ofron njohuri se si fruktoza mund të shkaktojë lloje të ndryshme kanceri. Fruktoza gjendet në shumë produkte ushqimore, duke përfshirë ëmbëlsuesit artificial, shurupin e misrit dhe ushqimet ultra të përpunuara, tha doktor
Anthony Bilçik, kirurg, onkolog në Institutin e Kancerit në Kaliforni, i cili tha: "Nga ana tjetër, sot shohim një rritje të madhe të numrit të rinjve që vuajnë nga kanceri, si kanceri i zorës së trashit, i cili lidhet me ushqimet ultra të përpunuara. Kjo do të thotë se njerëzit duhet të kenë shumë kujdes në përdorimin e ëmbëlsuesve apo sheqernat që nuk vijnë nga frutat dhe perimet. Ato gjenden tashmë tek ushqimet e përpunuara."